Bora e parë ka mbritur në juglindje të vendit duke shënuar zyrtarisht fillimin e stinës së dimrit në zonat e larta malore. Në Pogradec, mali thatë është zbardhur plotësisht nga rreshtet e para duke krijuar një peizazh të rrallë që ka tërhequr vëmendjen e turistëve dhe banorëve të zonës. Në nërezet e diellit, Bora ka reflektuar dritë të plot duke i dhënë malit pamjen e një tabloje dimërore. Edhe pse brenda qytetit të Pogradecit ende nuk ka borë, temperaturat e ditës së hënë kanë rënë ndjeshëm. Moti kthjellët por i ftohtë ka sjellë një kontrast të fortë me ditët e ngrohta të javëve të fundit, duke treguar qartë se dimri po afrohet me ritme të shpejta. Banorët thonë se kjo është një pamje që e presin çdo vit, por që gjithmonë sjell emocionin e ditëve të para të stinës së ftohtë. Ndërkohë, autoritetet vendore po ndjekin situatën meteorologjike, por deri tani rreshtet nuk paraqitin probleme për qarkullimin në zonë. Me zbardhjen e malit të thatë, Pogradeci ka marrë pamjen e re dimërore në këtë sezon, duke paralajmëruar se rreshtet mund të zbresin shumë shpejt edhe në nivelin e qytetit.